Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga Reze Dielli, siç e shihni, unë jam me dy nxënëse, jam me dy gjimnaziste, janë në vitin e fundit të gjimnazit, vjen nga Elbasani dhe preferojnë që sot të gatuajnë për ju ballokumet e Elbasanit sipas traditës së vjetër, duke na zbuluar këtu sekrete tradicionale të përgatitjes së ballokumeve. Jam me Desilda Kovacin, mirë se erdhe Desilda, dhe Elvin Sarançi, mirë se erdhe të dyja. Ju jeni shoqe të dyja, apo jo? Dhe përveç se mësimeve që jeni nxënëse ekselente, nxënëse të shkëlqyera, njëra do shkonte ka qef të studioj për mjeksi dhe Desi për financë. Këto kanë si qëllim dhe prioritet gocat. Shumë sukses, e uroj që të jeni shumë të suksesshme në jetë. Faleminderit. Edhe të ndiqni, të luftoni, të ndiqni ëndrat tuaj, të luftoni për to, edhe të mos u dorëzoni kurrë. Siç zgjodhët të vini këtu në Reze Dielli, siç kemi shkruar bashk, për të shprehur këtë pasionin e tyre, këtë dëshirën e përgatitjes jo vetëm të ballokumeve, por edhe të një byreku. Ballokumet i ka Desi patronazh, që do ta tregoj edhe mënyrën se si ajo e ka parë tek gjyshja e saj, tek prindrit, përgatitjen e ballokumeve që kur nisni ti përgatisni. Pra 14 marsi që është të shtunën, në fillon e një javë para. Ti si e kujton atë moment? Se tani je ende e vogël, por gjithsesi të kujtohet që në përke që në akoma me vogël që mblidheshim gjithë aty, ndërsa tani bëj vetëm unë me mamin. I bën ti me mamin. Ndihmoni njëra tjetrën. Njëra tjetrën. Sot kemi zgjedhur edhe se kishe ditën sot të gatoje me Idën me mami. Sot ja kemi marrë çik krahun e saj të djathtë, ti përgatisim. Për ty, si është kjo dita, kjo java e festimeve? Çfarë të kujton më shumë? Një vibe shumë veror, shumë pranveror. Më kujton kohët kur isha e vogël, që pjesën më të madhe të kohës e kaloja me vëllezërit e mi, dilja jashtë, luaja. Dilit në ekskursion, me ushqimet me vete, nuk mungonte, bëshëm gjithmonë pikniqe në ato piknikun tuaj? Ballokumet ishin të para. Normale, ato janë. Sa ballokume hani ju këto ditë? Nuk e di, i kam numëruar, po që mjaftusha. Kështu elegante jeni. Tani Desi do na tregojë ne përbërësit dhe ndonjë truk apo ndonjë sekret që ta kem parasysh këto tetat që na ndjekin neve në ekran për përgatitjen e ballokumeve tradicionale të Elbasanit, që ato të dalën të buta, të shkrifta, me ato formën e lules kështu, që të regon simbolikën e ditës së verës, po sigurisht që gocat kanë ardhur të përgatitra duke na sjellë edhe fi. Po, kjo është sekreti i ballokumeve. Është hiri i kulluar, apo jo? Që i bën ato të buta dhe të shkrifta. Në trego përbërësit e tjerë dhe fillojnë nga puna se kanë fjalë këto. Do ta ndihmojmë ne pak. Normale. Jemi krau djathtë. Për ballokumet na nevojiten 1 kilogram miell, sheqer i bluar, 7 kokra vezë, edhe miell gruri në fund që të lidhen bashkë. Ndërsa nëse nuk kemi fije, një sasi e vogël qumshi dhe zëvendëson shumë lehtësisht rolin e fijes të ballokumeve. Të thrasin shoqet që dëgjoj, kalon çik bëjmë çika të ballokumet bashkë tani. Jo vetëm për ballokume, por për çdo gatim. Ti gatuan dhe receta të tjera. Të pëlqen shumë. Më pëlqen gatimi. Dhe një recetë të vjetër të gjyshes që gatuani përveç ballokumeve, që është ëmbëlsira tradicionale e ditës së verës. Gjyshi më ka mësuar të bëj tavë kosi. Tavën e Elbasanit, padyshim. Ku do shkoje ti nga Elbasani pa tavën e kosit. Petat i hapni petat e byrekut? Edhe petat e byrekut i hapi. Bukur fort. Kaq të vogla, edhe po mësoni, jeni në rrugën e Durrës, edhe mësimet i kanë në nivelin e lartë, apo jo? Po. Se e bëre këtë reagimin kështu. Me 10 janë të shkëlqyera në mësime. Fillojmë me punën, si fillohet përgatitja e ballokumeve? Do hedhim sheqerin. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur në fakt, dhe se si unë kur disa ditë më parë kemi patur mundësi të jemi pjesë e një eventi të zhvilluar po në Elbasan, po ta zbulojmë në ditët në vazhdim se ku i kam njohur të dyja këto vajzat. Kur tregonte shkose gjyshja ime i përgatiste ballokumet ose i përgatit ballokumet në një enë bakri, domethënë dhe ena e bakrit ishte një detaj shumë i rëndësishëm. Tani na e shpjego Desi çdo proces që ti do të bësh. Përzjejmë sheqerin me gjalpin, derisa që të bën të një trajtshëm, homogen. Do pak punë dhe jemi këtu gati, të dyja të dyja, për t'i dhënë dorën e kremozitetin.
këtu përzihet deri sa masa nga kjo ngjyra e artë e verdh të jetë një masë më e hapur apo jo. Gjalpi duhet jetë i shkrirë në temperaturën e dhomës. Dhe pluri sheqerit pastaj në varësi sa të ëmbla i duam. Tani, përderisa kanë këtë gjalpin edhe gjatë të vezë, ta ëmbëllen çik të ëmbël, sa ashtu e ka lezetin që të filloj pranvera me ëmbëlsi. Desi do ta trazoj avash avash, ne do t'japim patjetër disa herë se në këto punë përfshihet e gjithë familja, duke i trazuar se këtu është dhe gjithë. Kjo është dhe pjesa më e bukur. Më e bukur. Kur kalon dorë në dorë në çdo familjar. Se s'ka filluar akoma lodhja, tani është thjesht fillimi. Është fillimi, start. Është shumë e lehtë trazimi se është masë e lehtë, pastaj rëndohet me kalimin e kohës kur të shtojmë edhe mielin dhe vezët shtohen njëra pas tjetrës. Duke rrarë 2-3 minuta pas çdo vezë. Kushti është gjalpi i freskët. Edhe të jetë i ndënjur, po, edhe i ndënjur. Sepse të ketë aromën më të mirë. Që të ketë aromën më të mirë. Ja, këtë detaj për shembull nuk e dija. Pra, nuk është ta blejmë direkt edhe ose kur prodhohet gjalpi dhe ta përdorim për ballokumet. Ai duhet të ketë ndënjur, të marrë atë aromën, që kjo aromë të kalojë dhe Ky është sekreti. Ballokumet. Ja. Një sekret. I dytë, pra, ena e bakrit, thia që dihet, pra, kur lexon për ballokumet të del patjetër që sekreti i vjetër i gjysheve të Elbasanit, sidomos i traditave të fshatrave të Elbasanit, për ka ardhur dhe përgatitja, dhe padyshim gjalpi i ndënjur për aromën dhe për butësinë. Dhe për butësinë, po, dhe shkrepsinë që do ketë ballokumin. A keni dështuar ndonjëherë Desi kur e keni bërë në shtëpi? Jo. Mund t'i kemi djegur. Mbase ndonjë tepsi nga fundi, edhe është djegur. Po, që ka? Ato të parat janë bërë mirë. Janë bërë mirë. Ato do i nxjerrim të ftuarve. Po sa kohë ju merr ju përgatitja? Një ditë. Gjithë ditën në atë punë. Sa copë bëni zakonisht? 2 kg miell dhe pastaj sa copë kështu që i shpërndani tek këtë, se bëni dhe atë hisjen ju vetë? Po, edhe hisja që hisja çfarë mban? Po ballokumja është e para. Ballokume, po, fruta, palafiku, karamele, në lule, po. Këta. Që tregojnë mirëseardhjen e pranverës të vogël, mikpritës. Dhe traditat të tjera çfarë ka? Ju për shkak të ditë visheni me rroba të reja, ëh? Gjëra të tilla apo do të thotë për rrobë, po. Jo. Unë marr dhura personalisht. Okej, këtu që kemi ndryshe. Ju jeni njohur që të vogla, keni miqësi, shoqëri? Që në klasën e 6. Në klasën e 6 jeni shoqe të dyja. Shkoni bashkë në shkollë? Po. Bukur fort. Deri këtu jemi tani tek gjalpi dhe plur sheqeri. Desi po bën një punë të mrekullueshme, po e trazon me shumë delikatesë, derisa tham ne nuk e ndjejmë që sheqeri është tretur apo jo, nuk e kuptojmë sepse është pluhur, por ne kuptojmë se sa delikat velvet, kremoz dhe sa ngjyrë e hapur do të jetë ajo deri pak minuta më pas. Kështu që kjo është për të treguar që ballokumet duan kohë dhe ne pavarësisht se po e përgatisim këtu në ekran për bërësi kryesor në çdo recet me dashuri e me durim, pak forcë se të lodhet krahë, por rezultati pastaj kur i shijon atë biskotën e shkrifët është e mrekullueshme. Pra edhe ato anët, kujdes Desi që të mos qëndrojnë ashtu me kokriza sheqeri, e trazoj mirë mund t'ja kalosh radhën mua të parës, se ndihmojmë pak kështu. Kemi pak punë më vonë për të t'i trazuar, megjithatë luga që ka e lehtë dhe mund ta bëj shumë mirë. Kur është momenti që të shtojmë pastaj? Për pak. Do shtohen vezë. Vetë aroma shumë e mirë, me thënë drejtën. Edhe ne që jemi në kuzhinë dhe që gatuajmë, i kuptojmë gjërat me sy, me shije, zakonisht nuk i bëjmë me masa fare. Vetëm me sy. Vetëm me sy. Po. Ato shoqet e tjera të klasës rrezik po presin që ju t'i çoni. Po gjithmonë i shpërndajmë. Sa orë në ditë studioni dhe si e kaloni ditën goca? Në këtë moshë që është një moshë delikate, duhet thënë. Po. Teknologjia bën të vetën. Si keni marrëdhëniet me shoqet dhe shokët e klasës? Mirë. Shumë mirë. Mirë? Jemi në harmoni. Jemi në harmoni. Bukur. Shumë bukur. Keni motra vëllezër? Po.
Unë kam 2 motra. 2 motra, më të rritura apo më të vogla? Një më të madhe, një më të vogël. Ti e mesit. Po. Unë kam 2 vlezër, dhe unë jam e mesit. Mhm. Kam një vllat madh, një vllat vogël. Me kë zihesh më shumë? Voglin. Me të voglin. Për çfarë ziheni? Për telefonin? Për bullallishe. Desi Jam ti? ndryshme. Jam të Po me ndryshme. të voglën dihet. Për robat. Po, ka filluar të më marr rrobat. Ashtu. Jeni Po kështu me një trup apo? Po. Fakti që ju jeni me Normalisht, dieta, jeni nxënëse të mira, dhe thonë. Kjo ju ka kufizuar sadopak, se nxënëse të mira për shembull, nga që kushtojnë gjithë kohën mësimeve. Jo, ne jemi janë dhe sociale, po. nuk është se jemi 100% të fokusuara në libra, sepse normalisht duhet të kemi dhe përshëndrim në jetën sociale, sa ajo është e rëndësishme. Po. Si shumë këto flet ti, po më vazhdojmë në trazimi. Ky proces duhet të jetë pak të 20 minuta? Po. Okej. Ju në shtëpi 20 minuta, derisa të shihni një ngjyrë më të hapur të masës, plur, sheqeri dhe gjalpi. Gjalpi sa më i ndenjur, aq më aromë merr edhe jo margarin, vetëm gjalp, jo margarin. Pastaj nuk do ke një shije. Do jetë si biskota, Po. më shumë. Ky është sekreti, pra produktet janë të freskëta, edhe po ashtu edhe dashuria që do të mirë dhe ato anë, s'ka problem, do të na mbështillen edhe me pjesë tjetër. Tani do vazhdojmë me vezët. Vezët edhe këtu ka një sekret apo jo? Do i hedhim një nga një, edhe do i rahim çdo 2 minuta ose 3. Me për vezë ne ka zgjidhur Rovital sepse janë vezë të freskëta. Dhe padyshim do t'i shtojmë, siç tha dhe Desi, një e nga një tek masa, duke e përzier në mënyrë të vazhdueshme. Razo, pastaj, pasi të kemi përfunduar me shtimin e 8 kokrave, 7, është kusht 7? Po mirë se duam më shumë do ta bëjmë 14, jo 8 ose 9. Jo. O 7 o 14. Dhe do dyfishohet edhe masa e përbërësve të tjerë. Pra një nga një, duke e punuar dhe duke e rahur brumin. Tani është momenti vezës të dytë, i ndajmë kështu 2 nga 2 secilën? Po. Mua më lini 3, s'ka problem. Okej. Më pasi të kemi shtuar vezët dhe pasi kemi shtuar edhe mjellin, duhet do ta punojmë dhe me dorën, apo jo që t'japim edhe ato formën. E sigurisht do ta lidhim pak me miell gruri, që ato masa të qëndroj, shumë pak, një prekje. Momenti kur i shtohet fija është mbas miellit të misrit. Aty. Po. Mbas, jo tani në fillim tek vezët. E kuptova. Okej, e kalojmë tek Desi, që të vazhdojmë dhe ti i hedh vezët e tjera. 2 të tjerat. Deri tani, me sa kuptojmë, me sa kemi gatuar, kemi një masë të lidhur mirë. Po. Si e gjykoni juve? Homogjene. Përbërësit janë, përzysh. Përbërësit do na i thuash kështu me zë? Gjysëm kilogram gjallë, 1 kilogram plur sheqeri. Po, plur sheqeri, 1 kilogram miell mjesri. Një grusht. Një grusht, miell gruri, sa për të mbledhur ballakume. 7 kokra vezë. Edhe një filxhan të vogël. Edhe një filxhan. Ide dhe tjetra? Shtojmë edhe vezën tjetër. Bukur. Dhe bëjmë trazimin e radhës. Jemi rikthyer me 2 gjimnazistet me të cilat po përgatisim ballakumet. Kemi shtuar vezët deri tani dhe të gjitha vezët. Të gjitha vezët këtu. Tani do vazhdojmë me miellin. Miellin, po. Do ta ndajmë 4 herë, do ta hedhim. Pak nga pak. Dhe e përziejmë. Po. I trazojmë. Edhe lugët tjetër, lug, pra që të mos na kokrizohet, edhe pse mielli i mistrit nuk e ka këtë efekt. Po që të bashkohet më mirë. Të bashkohet, të lidhet më mirë. Dhe ky proces sigurisht që zgjatë, po duke qenë se ne jemi në televizion dhe sigurisht që këtë përgatitje jemi munduar që ta regjistrojmë për ju, pra për ta treguar procesin ashtu siç duhet dhe që rezultatin ta kemi të tillë.
kujtoj një proces prej 3 orësh minimalja. Akoma më të gjatë, po. Minimalja për të trazuar përzier mirë përbërësit dhe pasi të ketë ndodhur ky proces, brumi sërish do të qëndrojë që ta përthithi më mirë yndyrën, që aromat të jenë më të forta dhe që pjekja të jetë e dur në 170 apo 180 gradë, sikundër do ta ulim pak ne se kemi në 200. Ato duhet të mos marrin një ngjyrë, do jenë në ngjyrën e tyre të brumit. Por të jenë të shkrifta, apo jo. Përziejmë, duke kaluar dorën njëra pas tjetrës. Okej, ndjekim edhe recetën me përbërësit që i përmendi që parë edhe Fajza. 1 kg miell misri, 500 gram gjalp, 800 gram plur sheqeri ose 1 kg, 8 vezë fija, mos harrojmë fijen aty. Punohet derisa të shihet një masë që nuk është as shumë e rrjedhshme, as shumë e fortë. Është momenti që pasi e kemi punuar për mbi 3 orë, e theksojmë, mbi 3 orë duhet punohet mirë, do t'i shtojmë fijen me ato lëvozhgën, siç sa edhe Desi që ta masim me lëvozhgën e vezëve që përdorëm për shtimin dhe pasi të shtojmë fijen, do t'i shtojmë edhe një dorë të vogël me miell gruri. Në fakt ka anvisa që edhe ja shtojnë edhe si ja shtojnë atë miellin e grurit. Po. Jo gjithmonë e gjenë. Varet që ndonë edhe mielli, dhe kam dëgjuar që mielli Sulovës ishte një nga mielrat më të mirë në periudha të ndryshme që është përdorur për përgatitjen e ballokumeve dhe jo vetëm, por edhe recetave të vjetra tradicionale. Një miell i himët, flas në vitet e mëparshme, se tani këtë lloj kënaqësie na jep edhe mielli ynë Ola, mielli i misrit që e përdorim dhe që ka një ngjyrë të njëtrajtshme, një aromë fantastike që na i bën këto ballokume të shkrifta dhe kaq të kënaqshme për këto ditë të festës së ditës së verës. Do i hedhim edhe pak miell gruri. Sa për ta mbledhur. Dhe më pas, mirë është që ky brum që u përgatit të qëndrojë për 1 orë në mënyrë që ai brum të thithi sa më mirë aromën e gjalpit, yndyrën, vezët dhe pjekja të jetë e mirë. Hiri gjithashtu, mesa nuk jam nga Elbasani, po mesa kam folur dhe kam mësuar dhe më kanë treguar gjyshe dhe zonja nga Elbasani. Hiri thonë anvisat, shtohet në mënyrë që ato ballokumet jenë të buta, të shkrifta, të kenë teksturë të njëtrajtshme dhe të na kënaqin shijen. Sigurisht që nuk kanë forma, nuk i japim forma. E merr vet formën, kështu që lug do ta vendosim në tepsi. Pasi të ketë pushuar 1 orë ky brum, vendoset më pas në tepsi për të pjekur në temperaturën 170-180 gradë për 20 minuta derisa të marrë një ngjyrë të artë. I vendosim tani siç e kemi, pas 3 orësh punimi. Dhe ky është një proces shumë i rëndësishëm, sepse në momentin që i bëjmë më të mëdhaja siç duhet, ato hapen, sepse kanë vezë dhe normal që do të marrin madhësi dhe ngjiten me njëra tjetrën. Nuk kanë një formë të caktuar, kështu që lug i vendosim. Super fort. Larg njëra tjetrës. Do të marrim një ngjyrë të artë dhe shpresojmë që të kemi bërë një punë të mirë. Do fitojmë prapë në parë. Do ta vlerësoj publiku. Dhe ne këtu që do t'i shijojmë, do marrim dhe tepsi të tjera. Ska do vendosim ndonjë tjetër aty apo? Jo, se delesh. 4. Okej, iku tepsia e parë. Ne do vazhdojmë në publicitetin e radhës, sërish të vendosim tepsitë e tjera dhe do t'i pjekim. Mirë, shkojmë së bashku tek furrat e ballokumet, si thua, 1, 2, 3, 4, hapim pak ekran. Nuk japim pak. Edhe pak. Nuk lejohet të hapet fare kjo? Mund ta shikosh. Po, hapet thonë atë. Ja të marrim dorezat, se do t'i pjekim siç duhet, se s'kan filluar akoma që kujdes dorën. Kanë filluar që të çajnë me vrap për ta treguar te kamera, edhe shumë pak duan. Pak fare do t'i lëm. Kjo është puna që bëm me ballokumet. Po. Ju lumshin duart, sërish pjekja këtu dhe pjekja e tavës së dytë e mbyll. Po. Desa të çajnë. Ndërkohë, kemi akoma dhe ky do jetë akoma më mirë sepse qëndroi për disa minuta. Kështu që kjo tava tjetër do jetë akoma dhe më e mirë. E duhura, ju lumshin duart. Faleminderit. Ju përshëndesim.
Faleminderit që na ndoqët.